Morale profetike në Albania FM. Ata bin Jasiri ka thënë, erdhi një njeri te Ibn Abazi dhe i tha, i kërkova një gruaje që të martohet me mua, por ajo refuzoi. Një burr tjetër e kërkoi atë dhe ajo u pajtua. Unë u bëra xheloz dhe e mbyt atë. A ka ndonjë rrugë pendimi për mua? Ai e pyeti, a ke nënën gjallë? Njeriu u përgjigj, jo. Ibn Abazi i tha, pendohu te Allahu i plotfuqishëm dhe mundohu t'i afrohesh atij sa më shumë që të mundesh. Ata kishte thënë, shkova dhe e pyeta Ibn Abazin, pse e pyete atë se e ka nënën gjallë? Ai më ktheu, nuk di ndonjë vepër që mundet më shumë të afrojë te Allahu se sa dëgjueshmëria dhe respektimi i nënës. Kjo është një ndëdhi e Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu, të cilin autori Allahu mëshiroft na sjell neve në librin e tij. Një ndëdhi e cila e përcjell nga vetë nxënësi Ibn Abbasit, Ata ibn Yasar, i cili ishte duke të qëndruar me Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, dhe vjen një njeri. Vjen një njeri i cili kishte kryer një mëkat, një gjuna tepër të rëndë. Kishte vrarë dikënd në mënyrë të padrejtë. Vjen i penduar tek Allahu subhanahu wa taala dhe vjen dhe pyet një njeri kompetent për të ditur mënyrën dhe veprën që shlyen gabimin e tij. Vjen dhe pyet Ibn Abbasin dhe i tregon ndodhin se ky ka vrarë një njeri i shtyr nga motive xhelozie. Gjë që tregon rrezikshmërinë e xhelozisë, e cila nuk kanalizohet dhe te i kalon masën e duhur. Njeriu duhet të ketë xhelozi ndaj asaj gjë që është e shenjtë për të. Por kjo xhelozi, ashtu si dhe ndjenjat e tjera, njeriu duhet t'i kanalizojë në kufijtë e shariatit, duhet t'i kufizojë me kufijtë e shariatit. Dhe jo t'i nxjerrë ato dhe jo t'i ushqejë ato dhe as të udhëhiqet nga ato, thjesht nga egoja e tij, nga inati, përfundimi i të cilit nuk është gjë tjetër vetëm se shkelje e dispozitave të Allahut, dëmtim dhe lëndim i krijesave të Allahut i njerëzve në veçantë. Ky njeri vjen i penduar për mëkatin që kishte bërë. Dhe Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, duke e njohur gjendjen e këtij njeriu se vjen i penduar, nuk i drejtohet me fjalë të rënda, me fjalë të ashpra, sepse nuk ishte më vlerë, nuk ishte më dobi, sepse vetë ky njeri e kishte kritikuar, e kishte urryer vetveten dhe veprën e tij, dhe kjo kuptohet në faktin se erdhi për pendim. Gjë që tregon se njeriu, çfarë do lloj mëkati të bërë, nëse zemra e tij në një moment përulet dhe kërkon të përmirësohet, ti largohet atyre veprave të këqija, ti të thehet kënaqësisë së Krijuesit, të jetë në paqe me të, asnjëherë të mos e humbi shpresën në mëshirën e Allahut. Mëshira e Allahut të madhëruar është më e madhe se gjunahet tona, është më e madhe se vetë zemërimi i tij. Zoti i gjithësisë në Kur'an na drejton neve një thirrje hyjnore. Ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. O ju robërit e mi, Zoti i gjithësisë në këtë ajet kuranor i drejtohet njerëzve dhe i thot, o ju robërit e mi, me një shprehje e cila përmban dashuri, mëshirë, butësi. Dhe nuk i drejtohet njerëzve të devotshëm, besimtarëve të devotshëm, por u drejtohet njerëzve mëkatar. Dhe nuk zgjedh Allahu subhanahu wa taala presionin, paralajmërimin me dënim, ashpërsinë ndaj tyre, por zgjedh butësinë dhe thot, o ju robërit e mi, çfarë? Të cilët e keni zhytur veten tuaj në mëkate të shumta. Pra jo në disa mëkate, jo në një mëkat, por në shumë mëkate, të cilat mund të jenë me përmasa tepër të mëdha, tepër të shumta në numër, tepër të rënda në llojin e tyre. E megjithatë Krijuesi i gjithësisë, të cilët nuk i bëjnë dëm mëkatet e njerëzve, ashtu siç nuk i shtojnë gjë adhurimet e njerëzve, thot, ju o robërit e mi, të cilët i keni zhytur veten tuaj në mëkate të shumta, çfarë? A mos do t'ju dënoj? A mos do t'ju persekutoj? Jo, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Kush mund ta drejtojë këtë thirrje përveç se Zotit bujar, mëshirues, të nderuar, i cili e do njeriu më tepër se çdo njeriu vetveten e tij, me një dashuri më të madhe që mund të ketë prindi për fëmijën e tij apo anasjelltas. Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Pse? Kërkoni falje. Pse? Se Allahu i fal të gjitha mëkatet. Vërtet, ai është falës i madh, mëshirues, mëshirëplot. E mbyll këtë ajet kuranor Zoti i gjithësisë me dy emrat e tij të bukur, falës i madh i mëkateve dhe mëshirëplot. Pra çfarë do të mëkati të shkruajë njeriu? Ktheju Zotit tënd se do ta gjesh atë
falës, pranues pendimi, mëshirues, ndihmues, ndryshues të gjendjes tënde nga e keqja në të mirë apo nga e mira në akoma edhe më të mirë. Dhe në një gjendje të tillë vjen ky njeri i penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe vjen dhe pyet njeriu kompetent për çështjen e tij. Gjë që do të thotë se njeriu kur kërkon diçka, atëherë duhet të pyesë njerëzit e fushës. Ashtu siç për mjekimet e trupit të tij, për shërimin e trupit të tij, kërkon një takim me mjekun, edhe në çdo çështje tjetër. Njeriu për të marrë përgjigjen e duhur dhe atë përgjigje e cila i bën dobi, duhet të pyesë njerëzit kompetent dhe jo t'i drejtohet çdo kujt. Ashtu siç nën kupton se jo çdo njeri ka të drejtë të flasë për çdo çështje, por njeriu duhet të flasë vetëm për atë çështje të cilën e njeh, vetëm për atë çështje të cilën ka studiuar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allahu subhanahu wa taala thot, dhe mos ju afro asaj gjëje për të cilën ti nuk ke dobi. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sepse vërtet shikimi, dëgjimi dhe zemra kanë llogari, kanë përgjegjësi për atë që kanë thënë, për atë që zemra ka shtyr me ndjenjat e saj njeriu ta thot apo ta veproj. Vjen ky njeri pra dhe i kërkon Ibn Abbasit se si çfarë veprash të bëj që Allahu i madhëruar t'ia falë atij gabimin. Ibn Abbasi e pyet: "A ke nënën tënde gjallë?" Edhe personi thot se jo. Dhe pas largimit të tij, për cilë si ndodhi se ata i bën jasar, i thot, duke dashur të kuptoj pse Ibn Abbasi e pyeti a ke nënën gjallë për çështjen e tij, për ç'lidhje ka jeta nënës së tij me krimin që ai kishte kryer. Dhe Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu i thot sepse unë personalisht thot nuk njoh ndonjë vepër më të mirë tek Allahu, më të dashur tek Allahu, se sa respektimi i prindërve dhe në mënyrë të veçantë pra i nënës. Dhe pasi personi thot se nuk e ka nënën e tij gjallë, atëherë Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, ky dietar dhe sahabi i nderuar islam, e udhëzon në pendim tek Allahu i madhëruar, në vepra të mira sa më shumë dhe në shpresë dhe në mëshirë, në shpresë dhe në mendimin e mirë për Zotin e gjithësisë. Siç thot Allahu i madhëruar, innal hasanati yudhibna sayyi'at, vërtet veprat e mira i largojnë dhe i fshin veprat e këqija. Pra, Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu e udhëzoi personin dhe na tregoi neve se pendimi përmban dy gjëra. E para, veprimin e sa më shumë veprave të mira, njëkohësisht edhe largimin nga të këqijat, dhe shoqërimin e këtyre veprave të mira edhe me pendim, kërkim falje tek Allahu i madhëruar për një mëkat apo për ato mëkate për të cilat kërkon njeriu dhe duhet të kërkoj falje njeriu Zotit të gjithësisë. Gjithashtu në fund fare Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu i përgjigjet atas kur e pyet për çështjen pse e pyet atë në gjallë, i thotë se unë personalisht nuk di ndonjë çështje tjetër më të mirë që ka efekt në faljen e gjunaheve se sa respektimi i prindërve. Po të vemre thot, po të dëgjoj mirë thot, unë personalisht nuk di. Pra shohim thjeshtësinë e madhe të këtij njeriu të madh. Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, kushdo që e njeh personalitetin e këtij njeriu, e di që është ndër dietarët më të mëdhenj islam. Vetë i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka bërë lutje dua Allahut që t'i japi këtij njeriu dituri të madhe në kuptimin e Kuranit. E megjithatë thjeshtësia e tij shfaqi dhe thot unë personalisht. Prandaj edhe njeriu nuk duhet ta ketë turp kur pyetet për ndonjë gjë dhe nuk e di. Nuk duhet të jetë preokupimi i tij të përgjigjet të çdo pyetje, por preokupimi i tij është që të përgjigjet në mënyrë të saktë edhe të heshtë dhe të mos përgjigjet për çështje të cilat nuk i di. Nuk i lejohet askujt të flasë për Zotin e gjithësisë jashtë kufive të shpalljes hyjnore. Shumë njerëz kanë dhënë interpretime të ndryshme fetare, shumë njerëz kanë dhënë përkufizime të ndryshme se kush është Zoti, por çdo kush i cili ka dalë jashtë kufive të shpalljes, jashtë interpretimeve të Kuranit, padyshim që ka dhënë teori tepër të gabuara me të cilat ka humbur në radhë të parë vetveten dhe më pas tërë njerëzimin. Prandaj thënia e diçkaje, përgjigja ndaj një pyetje me fjalën nuk e di, nuk është turp dhe nuk duhet të konsiderohet si mangërsi, por është një thjeshtësi e lartë, një virtyt dhe një ruajtje e personalitetit të vetë njeriut dhe një ruajtje e tij nga gënjeshtra dhe në të folurit në fe pa pasur bazë kompetencë. Duke falenderuar imamin dhe teologun Arenz Gjevori për prezencën dhe për ligjëratën e sotme, do të lëm takimin tonë në një tjetër puntatë të emisionit Morale Profetike. Deri atëherë, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Morale Profetike në Albania FM.